Sezoni mbjelljes së kanabisit është koha kur parandalimi i këtij fenomeni mund të japë rezultate të pritshme për institucionet ligjzbatuese. Ndaj policia në ditët e fundit të sezonit ka shtuar monitorimet nga ajri në zonat të thella malore në veri të vendit. Policia e shtetit po vjon monitorimin nga ajri për parandalimin dhe evidentimin e parcelave të reja të mbjella me kanabis. Prej disa javësh policia me helikopterin e saj po kreh shumicën e zonave më të thella të cilat janë evidentuar më problematike vitin që shkoi. Fluturimi në shpatët e maleve dhe në lartësi të ulta të lejon të vëzhgosh me imtësi çdo sipërfaqe që mund të tentohet të mbillet sado e kamufluar qoftë ajo në terrenet e thepisura. Strukturat lokale të policisë së Burrelit dhe Peshkopis, si njohës të zonës, orientuan pilotët të referuar dhe nga të dhënat e viteve të shkuara problematike. News 24 ju bashkua këtij monitorimi duke u thuar së bashku me drejtues të lartë të policisë Drejtveriut të Shqipërisë për patrullimin e radhës. Drejtori për krimet në Policinë e Shtetit Josif Shtëmbari, pas monitorimit, ku nuk u konstatuan parcela, deklaroi se synimi është minimizimi i parcelave të mbjella për të shkuar drejt zeros, por ka ende disa zona ku rrënjët e kanabisit kanë riçelur në toka të cilat janë mbjellë një vit më parë, por pa i kultivuar dora e njeriut. Po monitorohet çdo skaj, çdo zonë me risk të lartë, siç jemi edhe këtu në Dibër. Ka patur edhe raste që nga vjet ka patur rimbirje. Kemi patur në qarkun e Vlorës janë identifikuar disa parcela të vogla, por gjithsesi të kufizuara. Kemi patur në zonën e Krujës edhe këto me të rimbira që në numër të kufizuar, por përsëri domethënë janë hazjesuar. Të dhënat e policisë së shtetit flasin për një rikthim të vëmendjes së fermerëve në tokat bujqësore për kultivimin e dritrave dhe perimeve. Njerëzit nuk e kanë mendjen më për të kultivuar, po janë kthyer punës. Fermerët janë kthyer punës për mbjelljen e grurit, misrit e kështu me radhë. Krahas helikopterit të policisë, edhe Guarda di Financa me mjetet e saj ajrore, po skanon çdo pëllëm tokë ku shkelësit e ligjit mund të guxojnë të kultivojnë bimën e ndaluar. Edhe ata kanë filluar fluturimet dhe janë shumë më të përpik, domethënë nga ana e teknologjisë sesa pajisjet që kemi ne. Dhe nga gjitha raportet që ka paraqitur domethënë tek e prorët tanë tek drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, situata është e tillë domethënë që është shumë e këndajshme. Ndërkohë pjesë e këtij monitorimi ishte edhe malësia e Lurës, e cila nga një zonë dikur mjaft turistike, sot paraqitet si një varrezë e madhe me trupa drysor, ku dora e njeriut në pak vite bëri atë që në shekuj nuk kishte ndodhur në mjedisin shqiptar.